Dita sigurisë kibernetike është rikthyer në edicionin e tij të 4 në Shkodër, duke mbledhur profesionistë të sigurisë kibernetike nga institucionet publike dhe private në Ballkanin Perëndimor dhe më gjerë, për shkëmbyer pikpamje mbi kërcënimet aktuale, zhvillimet e politikave dhe bashkëpunimin rajonal në fushën e sigurisë kibernetike. Si Mbretëri e Bashkuar prej më shumë se disa vitesh tashmë, ne kemi investuar në bursat e sigurisë kibernetike, Gathering, dhe kemi dërguar një grup të vogël njerëzish në Mbretërinë e Bashkuar për t'u trajnuar mbi sigurinë kibernetike. Ndërsa shohim mënyrën se si po zhvillohet ky rajon, ne po shohim gjithashtu edhe rreziqet që rriten, siç sapo përmendën miqtë tanë, çështjet rreth parlamentit javën e kaluar. Pra, këto incidente kanë rëndësi. Ato cënojnë besimin të zgjelësit, ato ndërpresin shërbime thelbësore, ato ekspozojnë të dhëna të ndjeshme dhe ne kemi parë këto jo vetëm në këtë rajon, por natyrisht edhe më gjerë. Pra, është në interesin ton të punojmë dhe t'ju ndihmojmë të zhvilloheni si partner elastik në këtë fushë. Experts from cybersecurity institutions, private sectors. Autoriteti Kombëtar i Sigurisë Kibernetike mbetet plotësisht i përkushtuar për të forcuar bashkëpunimin me rajonin, partneritetin ndërkombëtar dhe sektorin publik e privat, me qëllim rritjen e ndërgjegjësimin, gatishmërinë dhe sigurinë e rezistencën ndaj këtyre kërcënimeve kibernetike në zhvillim. Vetëm përmes këtij partneriteti dhe koordinimit, ne mund të trajtojmë në mënyrë efikase sfidat gjithnjë më komplekse të kësaj hapësire kibernetike. Ngjarje të tilla luajnë një rol të rëndësishëm në forcimin e bashkëpunimit dhe ndërgjegjësimit të komunitetit më të fortë e të sigurt kibernetik në mbar këtë rajon. Konferenca u organizua në kuadër të programit rajonal për qeverisje të mirë të sigurisë kibernetike në Ballkanin Perëndimor, mbështetur nga Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar.